Zgjedhja e 2 antarëve të ri në Këshillin Gjyqësor është e duhur, tha kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski. Menjëherë pasi 2 antarët e ri të këtij organi, Suzana Joshevska Anastasovska dhe Arlinda Kadri Shahinovic, bën betimin solemn para kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Jam i sigurt se kemi marrë 2 profesionistë të lartë dhe se ata do të jenë vlerështuar për Këshillin dhe Këshilli më në fund do të mund të qëndrojë mbi baza të forta dhe të realizojë kompetencat e tij kushtetuese që ka, tha Aleksandar Kambovski, kryetari i Këshillit Gjyqësor. Joshevska u zotua se do të punojnë për forcimin e Këshillit Gjyqësor dhe rikthimin e integritetit të tij. Ajo më parë, si avokate, përfaqësonte një nga të akuzuarit në rastin me zjarret në Koçan dhe për shkak të zgjedhjes së saj u shty dhe seanca. Së bashku do të arrijmë të ndërtojmë një institucion të fortë, hap pas hapi, me guxim, me përgjegjësi të llogaridhënshme dhe durim, për të filluar të lëvizim në një drejtim pozitiv dhe për të rritur besimin në drejtësi. Mendoj se duhet të fillojmë të zbatojmë ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor, të miratojmë aktet nënligjore që lidhen me ligjin e ri dhe më pas të krijohet një bazë mirë për të ndërtuar me forca të reja një institucion të fortë, deklaroi Suzana Joshevska Anastasovska, antare e Këshillit Gjyqësor. Përveç Anastasovskës dhe Shahinovicit, pritej të zgjidhej dhe Alban Kadriu, inspektor policie nga Tetova, i cili ishte propozuar nga Vlen dhe tashmë kishte kaluar në Komisionin për Zgjedhje dhe Emrime, por për shkak të miratimit të ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor, kjo u shty. Kryetari i Kuvendit Gashi thotë se është e mundur që procedura të përsëritet. Më së shumti mendohet të përsëritet shpallja për shkak se kemi ligj të ri dhe të gjithë antarët duhet të zgjidhen sipas ligjit të ri, por këtë duhet ta vendosin si vendim kryetari dhe antarët e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime, tha kryetari i Kuvendit Afrim Gashi. Kohët e fundit, koordinatori i koalicionit Vlen, Bekim Qoku, deklaroi se së pari do të shohim nëse Kadriu përmbush kushtet dhe kriteret e reja si jurist i shquar, sipas ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor, dhe më pas do të propozojnë për seancë plenare. Për të kompletuar Këshillin, nevojitet të zgjidhet edhe një antar tjetër që duhet të vijë si propozim nga radhat e gjyqtarëve.